le gjurëm të muslimanit kudo që t'jesh. Po jo në xhami, hajse është e huja, e ndrejsh dikush, e jona është. Me prish, me shkatru, ma dje dhe me. Ke shpërdur ujin. Pejgamberi nuk ka marrë abdes, me sa një grosht, e lëshon qeshmën të i në fund, ka dalë Allah, pse ka me bëllëk, s'do me prish. Pejgamberi në ka mësu me e kursy ujin, edhe në qovë se marim abdes, midis lumit. Luma, të rjedhësht, me gjithat, musliman nuk është shpërdorues, edhe në shpiru e ujin. Begatia Allahut, sa venet botës njerët, një glënk uje kanë malë. Ndaj bo mirë njës, e ruaj ujin, edhe kur me në abdes. Jo ti në fund qeshmën, se ka kush pagu në gjami. Ka kush ndrejt në gjami. Pra dhejtë në ndrozër, është edukatve na me rujt, kjo është shpija jo në gjithve. Nëse na se rujmë, se mojmë pasër, kush e rujmë? Kush e pasën këtë gjami? Pejgamberi sa me ka përmen, të ndrozër, se Allah ka me i shpërbly besimtarët për veprat të ndryshme të mira. A e dini për çka Allah ka me të shpërbly? A e din? Me hadith pejgamberit, me udhëzimet e Muhamedit a.s. Një trosh, një grinc, dvogël në gjami që eshe, e mere që t'jashtë, me ma gjamin pasër, edhe për që trosh dvogël Allah ka me shpërbly. Mëstuj ka kush paguhet për me pasur gjamin, ka kush paguhet për këtë, e vërtet është. Po nëse nasë ndihmojme me zveti, se këshyrim gjamin, 10 kompani me i prusën e ma në gjamin. Për shkak që tu ka frekuentin ma ndrozër, tu shumë njerëz që dalin. Se cili e ka problem një individuale me embrojt, e me ru gjamin, me pasërtit vete personale. Sigur së dhash, me teshat pasërta, me aromë mirë, më falë një shprej edhe me qërap mira të pasërta, jo me në dytë të piu në gjamis, nga se këtu na badën e vendosim, këtu na falemi. Gjitha këtu janë pjesë të përbërëse të edukatës tonë, që duhet të kemi parasysh kur vim gjami. Edhe kur të falim me imamin, me imu safat. Më ka ndodhë që mu falin nga një mrapa, do më thonë 4-5 safat e fundit, ka gjys. Mushe safin e vllapëtën. Pse ki me dalë ma shpejt, ose do me dalë ma heret, nuk do me thonë ke me në safin për para zbrast. Do njerës shojnë që ka safa për para zbrast, a ma rrinë mrapa se me dalë ma shpejt. Ti e jarë gara me dalë ma shpejt e arë mu falë. Safin plëcaje, pastaj del kur dush. Nuk ban me pas saf zbrastin për para për e mush, nuk ban. Pejgamberi nuk është lidh namaz pa i mush safat musliman. Safat mi drejtu mirë, mi plëcu mirë. Andaj mëslejnë zbrastin në safa, kujdesën për safat e juaj. Dhe e fundit, ndjek e imamin. Pasoj imamin, që shfalet imami, falu me imamin. Për shkak se imami është vendos, ti me ndjek atë, e me pasu imamin. Këto janë rregulla që realisht garantojnë një ambient të këndshëm xhami. Garantojnë një jetësim të udhëzimeve të pejgamberit azam për xhamin, shpinë Allah xhallahu ala. Dhe në përmbyllje nga edukata është edhe fjala e mirë në njërin tjetrin. Mos me ngrit zonën xhami, edhe mos me u ofendu në xhami, e mos me ushtry në xhami, po më u dashur të më respektu nga se këtu jena me të vërtet, mës afërt i Allahut, e këtu jena realisht për me tregu edukatën e besimit tonë. Prandaj, ta shpërfaqim këtë edukatë të ndërmëzër në çdo aspekt, që nga shtëpia kur nisemi, e deri kur dalim nga xhamia.